Mateo dhe Brikena hedhin poshtë zërat për ndarje. Pas zërave se marrëdhënia e tyre kishte përfunduar, Brikena dhe Mateo kanë dhënë një tjetër sinjal për raportin mes tyre në episodin e fundit të Top Arena. Dyshja, të cilët janë gjithashtu bashkëprezantues të programit, u bën pjesë e një momenti të veçantë në rubrikën Vetëm me Brikin, ku i ftuar ishte Mateo, finalist i edicionit të fundit të Bigut. Gjatë intervistës, Mateo foli cilat janë sfidat e të qenit pranë njëri tjetrit gjatë angazhimeve profesionale. Në intervistë, ai tregoi si është të punoj për krah Brikenës, duke folur si për anët e bukura, ashtu edhe për vështirësitë që sjell afërsia e tyre gjatë angazhimeve profesionale. Të jesh me partneren në një program, të jep një kënaqësi, ngrohtësi tjetër. Ka gjërat e saj të bukura. Pjesa e keqe është që unë kur jam në punë kam mendjen te ty. Ky është problem, tha Mateo. Brikena ju përgjigj me humor. Vetëm ky problem nuk është, në fund të intervistës, dyshja shkëmbyen një puthje, një moment që erdhi pas aludimeve të ditëve të fundit se ata mund të ishin ndarë. Brikena dhe Mateo u afruan gjatë edicionit të fundit të Big, ku lidhja e tyre nisi brenda shtëpisë dhe vijoi më pas edhe jashtë saj. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.